Tërëmisht janë vrarë, ka Shqipëri janë vrarë. Irakli Koçollaj ka thënë janë vrarë 1000 persona. Po detyrimisht, unë kësaj pike nuk hyra, po kam patë më shumë këtë objektiv. Tani kam një pyetje të tillë. Ju keni shkruar në libër për një plan për atë të luftës bërthamore, që Shqipëria ishte e futur në si target, pra nëse do kishte një goditje bërthamore nga Perëndimi, një nga vendet që do bombardojë ishte Shqipëria. Detyrimisht. Si ishte kjo? Mund të sjellësh? Bë plani i azilësimit të vendeve komuniste. Në cilin vit? Pra, një vitin 1900 fund viteve 50. 60? Jo, është 59. 59. Dhe ministri i mbrojtjes, duke bërë shaka atje thotë, nëse keni njëri në Shqipëri largoheni sa më parë. Ministri i mbrojtjes kujt? Sekretari i Shtetit në Amerikë. Sekretari i mbrojtjes. Keni njëri në Shqipëri do shaka, hiqni sa më parë tha. Se do bëhet hitha. Sa po ju? Në 59. Po ora, plani për bombardim të Shqipërisë, vende komuniste. Me bombë bërthamore. Bombë bërthamore që në Shqipëri të nivelit taktik. Pa ka 3 nivele taktik, operativ strategjik të. Për Shqipërinë çdo Shqipëri. Pse Shqipëria? Ë? Sepse Shqipëria ishte vend kalimi i lindjes Perëndim. Dhe doni që Shqipëria të humbiste në pozicion. Ishte pozicion gjeostrategjik për Bashkimin Sovjetik e gjithë vendet e tjera. Ky ishte kalaja, si u bë Skënderbeu për nuk e la për të kaluar me atan, u bë dhe Shqipëria atë që bllokoi kalimin më teja. Po me atë bombë bërthamore Shqipëria bëhet shi? Pastaj thaj, shikoni keni njerëz largon do të hi thaj. E keni dokumentuar këtë? Të dokumentuar në libër. Wow. Këtë dokument janë çdo gjë është e dokumentuar vetëm nga arshiva, nga dokumenta. Tani kemi disa fotografi që do t'i shoqërojmë edhe me një koment nga ana juaj, po edhe me rrëfime, ju lutem regjia, fotografia e parë. Ky është libri është një referencë që siç e thotë Mikado Shakoxha, referencë për gjithë ata që duan të kuptojnë luftën e ftohtë. Po luftën e ftohtë Shqipëria e humbi apo e fitoi? Në kuptimin e sigurisë të bërës kombëtare fitoi. Në kuptimin politik humbi. Mas prishte bashkimin me Kinën, solli shumë pasojë të mëdha. Pra që vendim politik të gabuara. Kë bëni fajtore me Rozë? Kur erdhën dy mjekët francez dhe kinez, mendimi i kinezëve ka qenë që mas kalimit të goditjes si pësoi edhe Hoxha, të largohej nga pushteti. Ti e kupton vetë. Largimi i tij në atë periudhë, do të kishte sjellë gjëra shumë pozitive vazhdimsinë të teshë Shqipërisë, një, dhe e dyta, do ta kishte lënë dhe Enver Hoxhën në një nivel më të lartë që nuk kishte kohë ta sulmonin. Ai mbas asaj goditje, që i thashë kapos bëni mbledhje byros politike dhe caktoni sekretarin parlamentin tim. I tha se çdo bëhet dhe mbledhet byroja politike dhe Beqir Balloku prisi të emëron dhe Hystekap të propozonte Hystekapon. Beqir Balloku propozon Mehmet Sheun sekretar prapëdhjetëror. Ktu fillojnë përplasjet. Vazhdimsi i them pasaj ku do pas plus 3 letrat për Mehmet Sheun. Mehmet Sheu apo kemi mbrapa? Kemi foto, do të mbrapa kemi vazhdimin me Sheun, mbrapa kemi. Po, kemi. Se kam foto tjetër? Se do të pyes posaçërisht për Mehmet Sheun. Tani, këtu je me presidentin e Turqisë Sulejman Demirel. Presidenti Demirel është personalitet botror, nuk është thjesht i Turqisë. Dhe ai ka qenë mik besnik i Shqipërisë. Mik besnik. Çfarë bëri për Shqipërinë? Kur ndodhi kriza vitin 97, që ishte vazhdimi strategjisë piramidave me thash, ky ishte njeriu që presidenti dhe komandanti i përgjithshëm i shtetit 82 milion, pikërisht se do të Shqipëri priste ata shërë ushtarak mes natës. Mes natës? Dhe në prezencën time, i dha telefon Berishës, Berisha, largo qeverinë sa më parë, leri partitë po bëni urgjentisht unitet e shpëtimit të Shqipërisë. I ka thënë Demirel? I kem dokumentuar atje kam. I ka thënë Demirel? Demirel kam dokumentuar. Në 97 ora. Dhe Berisha sa dëgjoi. Këmbgulja e këtij është që të hoqej qeverinë e Aleksandr Meksit. Të ishte, Bile i tha, po që nevoja edhe të jep dorëheqjen. Shqipëria rrezikohet. Të da 2 pjesë tha. Do ky ndikoi që Meksi të jep dorëheqjen. Patjetër. Tani një pyetje kam se kështu ty është shumë i ri, po
Nana fizike kështu si ke qenë bëhe stërvitje? Duke qenë tepër aktiv mendor dhe fizik, ruaj vetën time. Janë dy fizike, truri dhe fiziku. Për natë para pos pate trurin tjetë ta mëm, trupi bje me njëherë. Po edhe pos pate edhe trupin? Po pa trurin më regu që trupi. Foto tjetër? Kjo është gjë e madhe. Kryeministri Panteli Majko? Tani, trupat komando... Kush është ky? Shefi shtatë madhërisë turke, këvërkollu. Ju jeni aty me Suze? Në mes të tyre unë. Po. Dalëm nga zyra shefi shtatë madhërisë. Po? Trupat komando serbe hyrë 20 km veri Shqipërisë, gjoja për ta zgjësuar UÇK-n që hyrë brenda Shqipërisë. Po? Dhe Panteli Majko merr telefon mesnas. Dhe më thotë gjëra shumë e vështirë, kanë hyrë trupat Mars 99? Po, kanë hyrë trupat brenda Shqipërisë. Dhe bëra takime shefi shtatë madhërisë, dërguam avion special urgjent në Rinas dhe sollu Panteli Majkon në Ankara. Wow. Bëm takimin me presidentin dhe vam të ky burr. Shefi shtatë madhërisë. Dhe atje Këvërkollu, Hysej Këvërkollu. Ose ishte shqiptar? Jo. Dhe mas i shpjeguam situatën, ai general vazhdimi Haki Karadajt i tha Majkos, ato që kërkove, tha, me bërdor nga unë, do të dërgojnë 24 orë. Dhe 8 avion cargo nga armata e Ankaras, ata shë ushtarak, i nisi në Lezhë në Ligjadër, dhe kanë dhe u furizua divizioni Kuksit edhe ajo Matan. Unë nuk më duan shtetet kush janë. Mua më duhet qëndrimi tyre për Shqipërinë. Ajo periudhë ka qenë periudha më e lavdishme e raportet e Turqisë me Shqipërinë. Të gjithë e praktikën. E praktikën, ë? Kush e? Amerika e praktisi. E dua Amerikën shumë, e praktisi. Në 99-ën jo, Amerika e bëri luftë. Unë jam prit mondial, prit sepër 97-ën. 97-ën. Këto apo jo? Pra, Italia çfarë bëri? Do të pyes atë. Foto tjetër që t'i kalojmë shpejt. Janë shumë foto. Tani pritani. Kjo femër ti e the çfarë, po kur e kam lexuar të Reuters në 97-ën, unë punoja te gazeta Krojon, larg duar nga Shqipëria, më ka emocionuar kjo grua. Kjo është gruaja e vetme në historinë e Turqisë që kryeministre. E vetme, s'ka pasur as para as pas. Kjo është Theçeri i Turqisë. Theçeri i Turqisë. Kupton apo jo? Por i janë dhe ish kryeministre së parë të Izraelit, 49-54. Ajo trime e madhe që bëri deklaratën, në qoftë se neve do barazojmë krimin ekonomik dhe korrupsionin e qeverisë me tradhtin kombëtar bugrit përjetshëm, do shpëtojmë Izraelin. Shisa më do të thoshë për neve sot. Ato gratë shkërtyra. Edhe Merkel i Gjermani, një tillë është kjo. Prandaj punon Rama me gra. Rama prandaj punon me gra. Varet këtë zgjedh. Këtu kjo është skestare. Këtu është dorë e saj, ë? Dorë e saj, po është e bërë fotografi me tia, e kam gjithë origjinale të gjitha. Tani, një gjë dua për këtë. Për çfarë bëri? Pse e bëri kjo këtë? Pse ndihmoi Shqipërinë? Ose shqiptarë dhe këmë në origjinë? Këshilli i Sigurimit Kombëtar në Turqi në atë periudhë me ligjin e Kushtetues Turke përbëhej nga 5 ushtarak dhe 5 civil. Dhe gjithmonë presidenti bëhej me ushtarakët. Gjithmonë. Kjo është e kryeministër. Dhe raportimet e zhvillimeve të Shqipëri i bënte shefi shtatmadhërisë turke me drejtorin e zbulimit. Dhe Matan, ministri i jashtëm. Dhe bëj raporti me shkrim dhe përcaktoi pozicioni që do marrë shteti turk në raport me Shqipërinë. Okej, ju i dhat informacion, po pse kjo mbajti këtë qendrim? Sepse ishte vendim politik i shtetit turk. Këshilli Sigurimit Kombëtar. Pse na mbrojnë në Turqi? Sepse atje ka një arsye? Turqia Shqipërinë e quan vend